Mirë se u rikthyet në këtë pjesë të fundit të gatimit. Do të përgatisim tani japrak të hapur, shumë të shishëm, të shëndetshëm, një recetë e lehtë dhe e stinës. I tregojmë së bashku fillimisht produktet e kësaj recete. I kemi edhe në tryez, shifeni një tryez kështu e sezonit e stinës. Burani ndoshta me gjetherushi, japrak e hapur. Albana ka zgjedhur për ta sjellë më afër dhe më të dyja tradicionale janë, po duke qenë se japrakët edhe i kemi përgatitur sipas traditës, kështu e gjetëm këtë titull më mirë për këtë recetë shishme. 200 gram oriz ju kërkon, 20 gjethe rushi, 1 qep e thatë, 3 qep të njoma, 1 tufë nenexhik, 1 limon, 10 kumbulla jeshile dhe kri piper për rregullimin e shijes së kësaj recete. Kemi përgatitur qepët të zbuturat për të marrë atë Qepët i kam zbutur në ujë, temperaturën fare, më pas shtoj pak vaj, po, tani ndrova një nga tigani çova në tenxhere. Ja, e tillë. Një lëvizje dhe i lë me nxehtësi të pakët. Kam gjethet, gjë që do t'i bëj role dhe do t'i pres. Kur them që janë akoma të freskëta dhe prandaj ne na duhen. Pas një larje të mirë, shumë të mirë me sodë dhe tharje të gjetheve, do të përdorim gjethet e rushit në vend të spinaqit, pas qepës zbutur në ujë, pra jo të tharë të kaurdisur në vaj të pjekur, i kemi shtuar ujë në mënyrë që të zbutet ashtu gradualisht. Gjethet shtohen të grira, prera në këtë formë. Duhet pak ujë tjetër të sjell? Kam ujë këtu, Niki. Ke aty? Rofsh. Opa, pakos fare ujë. Pakos fare ujë. Shiko, fillojnë të ndryshojnë ngjyrën. Nuk i shtoj ujë shumë, sepse dua që të kem avash. Përse është arsyeja që nuk i shtoj ujë? Sepse nëse unë do merja të kaurdisja orizin, patjetër do kaurdisja pastaj unë të shtoja ujë. E mira është që ne orizin mos ta kaurdisim. Normalisht gatimet tradicionale kërkojnë ato kaurdisjen e qepës. Mua më pëlqen. Po është lloji i orizit që kemi zgjedhur sot, që se e përdorim në kaurdisje, kështu që ti e ke zgjedhur që ta shumica e grave kur duan të marrin për shembull që të bëjnë një oriz, duan të bëjnë një pilaf, që të jenë të sigurt, fillojnë e kaurdisin që të dali kokra. Por është një sekret. Ky oriz nuk ka nevojë të kaurdiset, të skuqet, siç e thebi fare, s'ka nevojë, sepse është nuk ngjit. Është kokër gjatë, basmat. Po. Është një nga orizet më të mirë që në treg. Aromën e vet e ka karakteristike për këto pjatat mesdhetare, për pjatat aziatike, gjithashtu një oriz aromatik, cilësor, një emër i njohur i orizit i kësaj linje të veçantë, siç është Scott, dhe unë do doja që ti informoja pak shikuesit për orizin që ne konsumojmë dhe kemi në tryezën tonë mirë të vazhdueshme, linjën Scott, një markë italiane, një emër i njohur në fakt nga vjen ky oriz, i njohur për zgjedhjen edhe për punimin e orizit, që prej 1860-s dhe Teuta ka zgjedhur që ta importoj për në vendin tonë. Linja Scott ka variante nga më të ndryshme dhe të larmishme të orizit, siç mund t'i shihni. Ne sot kemi zgjedhur të gatuajmë këtë burani me orizin basmati, që është një oriz aromatik, kokërgjat, që nuk ngjit kurrë, që jep shumë shije, është shumë e lehtë, është shumë e pasur në vlera ushqyese, që janë shumë të balancuara dhe me pak yndyrë dhe me karbohidrate komplekse, ndaj e përdorim si për sallata, ja edhe në këtë rast, siç themi ne tani, kësaj buranie që ndërthurim këtë traditën tonë me traditën karakteristike italiane të këtij orizit, kësaj linje cilësore e të një marke dinjitoze në treg.
Përdojmë gjithandej. Në supë, në gjellë, gatime, të byrekët, të buka e orizit, pa tjetër që e përdojmë të budingu. Kemi budingu në ëmbël, budingu në kripur. Vjetë që shia dhe aroma janë dy karakteristikat e çmuara për çdo shef guzhine, për çdo guzhinë. Unë i sugjeroj. Duke patur të aromën karakteristike, ne i bëm pjatat. Unë do të sugjeroj diçka. Në moment që ju duhet në gatime që orizi të jetë i zjerë. Pra të jetë në këtë gjendje. Shiko? Të jetë në këtë gjendje. Që të arrim këtë gjendje, ne duhet të ziejmë orizin jo në ujë të vluar. Orizi, specifika e orizit është që të zihet në ujë, sa vendosim ujën, shtojmë orizin. Dhe zihet avash, shumë avash. Kër ty të kërkon, pra tek mbi 25 minuta. Sa ti vendos ujën, sa të marri kohën e vlimit, sa shton orizin, ti fillon dhe e nxit dhe sikur i injekton shpejtësinë orizit. Atëherë duhet që orizit të marri kohën e vet, temperatura e ujit në oriz të shkoj avash, deri në atë bërtham. Do thoni orizi s'ka bërtham, patjetër që ka bërtham, patjetër. Dhe ndihmon në uljen e pH-it, që është gjendja e lëngës. Dhe kemi këtë, në fund fare, i shtojmë lëngun e limonit. Gjë që unë e di që shumë mirë nuk është ndeshur, sepse nuk ndeshet shpesh. Përse ndihmon lëngu i limonit? Lëngu i limonit ndihmon për mos ngjitjen e orizit kur ne shtojmë vaj. Përse duhet të shtojmë vaj? Ndihmon për ruajtjen e orizit, ruajtjen e ngjyrës. Dhe ja, shiko? Ngelet e tillë, vendoseni në për tasa dhe do t'ju qëndroj e tillë. Pra, e ke fenë që mund të përgatitet dhe të nesërmen për recetat të pasardhëse. Për nesër, për pas nesër, ty të mban deri në 5 ditë të mban. Atëherë, këtu siç unë kam, e lë pak sa sepse i bëra edhe një spërkatje me oriz. Do të shtoj me oriz, me limon. Do të shtoj kumbullat. Kumbullat jeshile. Jo, sa i kemi ngrënë këto me kausha. Me pak krip. Është sezoni tani tyre dhe pak kohë. Janë se pastaj shumë të mira. Ne i kemi bërë, dhe do jepet pak më vonë. Gatimet, mishi mund të bëhet gjithashtu. Me kumbulla jeshile. Ja, me krip, me limon, sepse quhen turshi, faktikisht janë të konservuara, kaq. Dhe bën një përdhjerje sërish të mirë. Ja. Do të shtoj orizin. Do të shtoj orizin sikurse dhe pjesën jeshile të qepëve të njoma. Shumë karakteristike edhe kjo aroma që vjen. Që të kemi atë orizin e bardhë. E lëm paksa. Në fund fare mua më duhet të kem një spërkatje të orizit. Të marr një rende dhe asgjë mos të çoj dëm. Po, i shkon edhe lëkura. Lëkura e limonit. Do bëj dhe spërkatjen. Ja, edhe bërthamat nuk bien. Pra, e konsumoj të gjithë si. Edhe vajin dhe receta është gati. Një përmbledhje të lehtë të produkteve, shtojmë edhe kripën për t'i rregulluar shijen, i përziejmë mirë dhe pastaj do ta servirim një burani e shpejtë me gjethet e rushit. Oriz basmati duhet 20 gjethe rushit, të cilat do t'i vendosin njëra mbi tjetrën, do t'i palosi dhe do t'i grini.
Një qep e thatë, 3 qep të njoma, një tuf nenexhik, një limon, lëngu i saj, 10 kumbulla jeshile, krip, piper i zi. Për të rregulluar shijen dhe për t'i dhënë patjetër aromën përkatëse. Bimët aromatike që nuk mungojnë jo vetëm tek burania me spinaq tradicionale, por edhe në këtë recetë me gjithet e rushit, patjetër që i pranon. Një mas të mirë i mbledhit e rezis pak dhe i shtojmë afërsisht nga fundi i zjerjes. Ju e patë që qepa ishte bërë sepse ka ngjyrën transparente. Gjethet pashtu ndryshojnë ngjyrën nga ajo jeshilja e tyre bëhet një ngjyrë më e hapur. Edhe pak dhe normalisht që do t'i jap një shije të duhur. Pra mbizotëron kjo aroma edhe e mente, se shkon më shumë tek aroma e basmatit. Ja. Do t'i ullë nxehtësinë. Po jemi gati për ta servirur në pjatë. Një mas. Do t'a lë pak sa për t'u qetësuar. Mua të mëftohet Po. dhe të filloj unë me recetën tjetër. Japim pasaj pak, fare sa të... E servirim pak më vonë, sepse do kalojmë te petullat. Po, te petullat, direkt te petullat. Dhe na bëft mirë. Me gjethe e rushi, një burani me oriz basmati dhe gjethe e rushi, të dyja të nxjera pak nga ajo tabani traditës, duke provuar një shije tjetër, duke eksperimentuar, duke guxuar për të sjellë larmishmëri edhe në kuzhinën tonë.